Kapiteni kombëtares shqiptare të futbollit Berat Gjimshiti ishte mysafir i veçantë këtë të mërkurë në komunën e Bujanocit, ku u prit nga kryetari Arbër Pajaziti, një takim simbolik por me mesazhe të forta vetëm pak ditë para ndeshjes së shumë pritur Shqipëri-Serbi. Në një atmosferë miqësore, Pajaziti shprehu mirënjohjen për rolin dhe përfaqësimin dinjitoz të Gjimshitit me fanellën kuqezi. Ti je model për të gjithë të rinjt shqiptar në luginën e Preshevës, me përkushtimin dhe karakterin tënd, po jep zë krenarisë son kombëtare, tha ai. Por përtej fjalëve mirënjohëse, kryetari kishte edhe një porosi të drejtë për drejtë, duhet ta mposhtësh Serbin, një thirrje që u prit me duar trokitje në sallë. Gjimshiti, me më modesti, u përgjigj shkurt: "Me kismet." Pas përsëritjes së kërkesës nga një i pranishëm tjetër, mbrojtësi shtoi: "Do zoti." Vizita e kapitenit kuqezi në Bujanoc vjen në prag të ndeshjes vendimtare të datës 7 qershor, ku Shqipëria përballet me Serbinë në Tiranë në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026. Kjo sfidë pritet me interes të jashtëzakonshëm në të gjitha trevat shqiptare dhe shihet si më shumë se një ndeshje, një përballje me peshë historike dhe emocionale.